Mirëmëngjes, ju uroj një ditë mrekullueshme. Ka kapuça këto po ta vaik. Mos harroni se çdo gjë që të bani sot, t'ja kushtoni Zotit. T'ja besoni atij, pavarësisht nëse është diçka e mirë apo jo. Besojeni atij se ai din shumë mirë si mi drejtu gjanat, si mi drejtu mendimet e juaja, si mi drejtu veprimet, hapat, dhe nuk ka asnjë gjë, asnjë lloj elementi, asnjë lloj realitetit ma absolut në këtë univers se sa Zoti. E vetmja gjë absolute në këtë planetet dhe vetëm Zoti, krijuesi. Të tjerat janë relative, shkojnë, vinë, ka një nivel i herë, një nivel një herë tjetër, kështu që po, besojnë në Zotit, sepse nuk keni kur vetëm. Nuk kemi asnjëherë vetëm. Jemi gjithmonë me Zotin, me atë që na don pambarimisht.